2016, pastaj me reformën e në drejtësi të 2018-2019 u bën ndryshime duke rritur pagën e gjyqtarëve, pastaj në 2022 ka patur prapë një ndryshim ligjor i cili pagën e gjyqtarit nuk e vendos më të rritjen e pagës gjyqtarit, nuk e vendos më me rritjen e pagës më të lartë administratën publike, por në varësi të rritjes së pagës së Presidentit të Republikës, ku paga e gjyqtarit nuk duhet të jetë më e lartë se sa 36% e pagës së Presidentit të Republikës. Por, duke qenë se ka patur dhe rritja e pagës Presidentit të Republikës është më relative se sa ndryshimet e pagave të tjera, që mund të konsiderojmë këtu pagën e njësisë më të lartë të administratës publike, të sistemit bankar, të Bankës së Shqipërisë, apo edhe të instancave të tjera, atëherë çfarë ka ndodhur me pagat e gjyqtarëve? Ata nuk janë rritur në mënyrë proporcionale me pagat e tjera që janë rritur në administratë publike. Dhe duke qenë se nuk ka patur një rritje proporcionale, duke qenë se ligji përkatësisht citon që duhet që paga e gjyqtarit të rritet proporcionalisht me rritjet e tjera në administratën publike, dhe dispozita pra që paga e gjyqtarit do rritet në bazë të pagës së presidentit, ka çuar në një pretendim ligjor dhe një padi që këta kanë çuar në gjykatën kushtetuese dhe ju kanë drejtuar gjykatës kushtetuese për të përcaktuar pagën e tyre. Dhe sipas kësaj predispozite, gjykata kushtetuese ka tash autonominë pra për të vendosur mbi pagën e gjyqtarëve. Përplasja këtu është me sistemin e pagave dhe mënyrën se sistemi i pagave dhe në përgjithësi pagat vendosen nga qeveria dhe vendosen nga parlamenti. Dhe duke qenë se kjo bie në kundërshti me mënyrën se si funksionon sistemi i pagave dhe indeksimi i pagave në Republikën e Shqipërisë, kryeministri i vendit dhe qeveria kanë dalë në një deklaratë ku dalin, po themi gati në kundërshti të plot me pretendimin që gjykata kushtetuese të ketë autoritetin për të vendosur pagat e gjyqtarëve, gjë që do t'i sillte buxhetit të shtetit një dëm prej 37 miliardë lekë në, po themi, një vit. Dhe pagat e gjyqtarëve do kenë një rritje të konsiderueshme duke shkuar 7 deri në 9 milion lekë në muaj për gjyqtarët e lartë, gjyqtarët kushtetues dhe përfshihet edhe kategoria e magjistratëve, pra prokurorëve. Dhe të ndodhur në këtë ngërç, pra që është ngërç institucional. Kemi një përplasje shumë të fortë mes pretendimit të gjyqtarëve se kjo i takon me ligj, dhe nga ana tjetër predispozitës që gjykata kushtetuese të ketë targetin për të vendosur për pagën e punonjësve, gjë që kjo do të prishte piramidën e pagave, është një pretendim i drejtë, sepse si logjik, po ta marrim vendet e Bashkimit Evropian, e kanë të fiksuar pagën e gjyqtarëve dhe në bazë të ndryshimeve qoftë të inflacionit, qoftë të ndryshimeve të tjera, po themi të buxhetit të shtetit apo ndryshimeve të tjera fiskale brenda vendit, paga ndryshohet dhe rregullohet në mënyrë automatike. Nuk ka nevojë që ti të përcaktosh pagën tënde ad hoc, pra duke shkuar dhe duke bërë padi gjykatë kushtetuese, sepse vetë vendet e Bashkimit Evropian kanë rregulluar në mënyrë të tillë që gjyqtarët dhe paga e tyre të shkojë uniform me rritjen dhe luhatit ekonomike brenda vendit. Ne nuk e kemi të rregulluar në formë të tillë, ne e kemi rregulluar me një ligj të posaçëm, dhe ky ligj i posaçëm sjell tani një kontradikt. Gjyqtarët logjikisht, legalisht deri diku mund të jenë, po themi, në të drejtën e tyre me ato dispozita ligjore që ishin vendosur padi, se unë e lexova atë, dhe e pash me vëmendje se ku konsiston, pra ku konsistojnë pikat, por pikat kanë evazivitetin e vet, sepse nëse gjykata kushtetuese do dalë me një vendim rritje së pagës për gjyqtarët, konsiderohet precedencë dhe do të sjellë efektin zinxhir për hallkat e tjera të pushtetit. Që do thotë, nëse gjyqtarëve do të rritet paga me vendim gjykatës kushtetuese, mund të lindi pretendimi administratës publike, entiteteve të tjera, ta çojnë gjykatë kushtetuese për rritje në bazë dispozitave ligjore. Por ajo që ndryshon te rasti gjyqtarët është që ata kanë një garanci speciale kushtetuese dhe mbështesin të gjithë pretendimet e tyre mbi garancinë kushtetuese. Dhe duke qenë se është vetë kushtetuta, pra janë dispozitat kushtetuese ato që kanë bërë ndryshimet përkatëse, duke bërë statusin e gjyqtarit të paprekshëm dhe pagën e gjyqtarit
të përcaktuar në mënyrë të tillë që nuk duhet të ndryshojë. Pra, nëse ti e ke përcaktuar të tillë, nuk duhet të ndryshojë sepse dhe statusi i tyre është i paprekshëm dhe paga e tyre duhet sigurojë pavarësinë e gjyqësorit. Dhe këtu tani jemi përballë një përplasje shumë të madhe. I kemi piramidën e pagave, e cila nuk duhet të përcaktohet dhe të vendosë disproporcionalitet, që do thotë nuk duhet ketë paga e gjyqtarëve është 3 deri në 4 herë mbi pagën mesatare të vendit. Qartë. Dhe krahasuar edhe me vendet e rajonit dhe vendet e Bashkimit Evropian, ne jemi gati nivel me Greqinë dhe me vendet e tjera të BE-s. Pastaj jemi edhe në nivel me shumë vende të tjera të rajonit. Dhe duke qenë nuk të pikë 3-4 herë paga më e lartë se paga mesatare, pretendosh edhe për një rritje ekstra, do të çonte në disproporcionalitet me nivelet e tjera të pagave, referuar pagës mesatare dhe pagës më të lartë brenda administratës publike. Kështu që ky është diskutimi. Mendoj që gjithë pesha këtu, tani gjykata kushtetuese në vendin tonë është bërë si zgjidhësi i të gjithë problematikave të përplasjes pushteteve legal ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese, pra përgjegjësia këtu mbetet në gjykatën kushtetuese. Dhe dashje pa dashje, gjykata kushtetuese ka marrë rolin kyç për zgjidhjen e ngërçeve, qofshin institucionale, qofshin përplasjes mes legales dhe gjyqësorit. Kështu që tu në këtë pikë të dy palët në farë mënyrë kanë të drejtë në pretendimet e tyre, qoftë ekzekutivi kur thotë disproporcionaliteti do na çonte në një problem shumë të madh, ndërsa pastaj kur vjen puna tek gjyqtarët, ata thonë që ne e kemi të mbështetur në dispozita ligjore. Këtu tani presim vendimin e gjykatës kushtetuese dhe shikojmë se çfarë zgjidhje do të japi ajo çështjes në Unionin Evropian, në Bashkimin Evropian kishte një zgjidhje që quhej zgjidhje ndërmjetme. Që do thotë ti të bësh një zgjidhje të mesme duke mos shkelur po themi dispozitat kushtetuese për gjyqtarët dhe nga ana tjetër duke mos prisur edhe hierarkinë dhe piramidën e pagave. Por se di se sa do të arrijë gjykata kushtetuese të aplikojë këtë po themi parimin e ndërmjetësimit në këtë pikë. Mirë, Arsita, për të mbyllur në sfond të gjithë kësaj përplasje, Shqipëria ndërkaq ndodhet ashtu si dim tashmë në proces negociatash me Bashkimin Evropian, ku pavarësia e gjyqësorit pra është edhe kriteri kyç. A e ndihmon apo e dëmton këtë proces pra një përballje kaq e ashpër që po ndodh tashmë mes kryeministrit dhe gjyqtarëve? Atëherë, e rëndësishme është vendimarrja në fund. Do të thënë çfarë do të prevalojë në fund, sepse thuhet që nga përplasjet, nga konflikti ka produktivitet. Do të thënë provohet diçka në përgjithësi, por se si do të prevalojë dhe se sa do të afektojë kjo punën e pavarur të instancave të drejtësisë, kjo është thelbësore, sepse politika dhe ekzekutivi duhet të distancohen nga puna e drejtë për drejtë po themi e gjyqësorit. Kështu që në këtë qasje duhet që të lëmë të pavarur instancat e drejtësisë dhe t'i japim atyre një farë mënyre të drejtën që të funksionojnë me pavarësi. Kështu që se sa legjitime do të jetë kjo dhe se sa realisht drejtësia do të arrijë të bëjë punën e vet pa u ndikuar qoftë nga presionet politike, qoftë nga presionet e jashtme, këtu do ta tregoj vendimarrja në fund. Pra, nuk është ideja se ka përplasje apo jo, nuk është ideja se si shkon procesi. Ideja është vendimarrja në fund që do të lejojë apo jo që të prevalojë drejtësia. Aty ku kemi fakte dhe po themi element të drejtësisë që duhet ndjekur. Kështu që mund të them që nuk ka rëndësi se si e nis, e rëndësishme është si e përfundon. Do të thënë në çdo proces përfundimi është baza kryesore. Nëse ti ndjek një proces të rregullt ligjor, nëse ti në nivel legal e ke çuar çështjen përpara, ke ngritur akuzat, ke mbledhur faktet etj. Dhe nuk je në gjendje si rrjedhoje këtij presioni të japësh një verdikt përfundimtar, atëherë i bie që për çfarë funksioni vetvete shërben procesi. Kështu që e rëndësishme është çfarë vendimarrje do të kemi në fund edhe me çfarë a do përballemi realisht me konsolidimin e kësaj drejtësisë së re, apo do vi drejtësia e re duke u shpërbër si rrjedhoje mos po themi përballimit të presioneve, pastaj çfarë roli do të kenë ndërkombëtarët në këtë pikë.
Kështu që le ta shikojmë dhe t'i japim pak kohë për ta parë dhe për dalë dhe ne në një përfundim.